natën e Kadrit, i falin gjunahet. Vetë fjala emri Qadar, çka do të thotë Qadar? Qadar, caktimet e Zotit, caktimet e Allahut subhanahu xhalla xhelal. Që sa më shumë dua natën e Kadrit. Duaja, thonë ulemat dietarët, duaja e ndryshon caktimin Allahut. Nëse kjo mrenda nuk është e pastër, oh vallah billah, parën e dynjas jepe, sadakan e dynjas jepe, gjithë natë rrisejtë, nuk është e pastër, këtë nuk ta pranon Allah se gjë nëse s'është e pastër. Kjo duhet jetë e pastër. Zoti shikon këto zemrat tona përpara se të na shikojë punët tona. Ja Rabbi, më fut në tokë me hakun tonë, mes teje Allah t'je falës. Ama ja Rabbi, mos më shtin tokë me hakun e insanit, sa hakun e insanit, hakun e njeriu, Allahu kur nuk ta fal. Profeti alayhi salatu wassalam, men qama lejlatul qadr, imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Kush ngrehet dhe kush e fal, kush falet, kush bën ibadet natën e Kadrit, i falin gjunahet. Vetë fjala emri Qadar, çka do të thotë Qadar? Qadar, caktimet e Zotit, caktimet e Allahut subhanahu xhalla xhelal. Që sa më shumë dua natën e Kadrit. Duaja, thonë ulemat dietarët, duaja e ndryshon caktimin Allahut. Duaja e ndryshon caktimin nëse ti ke probleme familjare, ke probleme me fëmijë, ke probleme ndryshme. Lutju Allahut me zemrën e pastër dhe sinqert. Lutu ashtu siç është lut Nuh alayhi salam, ashtu siç është lut Zekeria alayhi salam kur ka kërku fëmijë dhe Zoti ka dhënë fëmijë në moshë madhore. Lutu ashtu siç është lut Musa alayhi salam, lutu ashtu siç është lut Luti alayhi salam, lutu ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alayhi salam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Luteni Allahun dhe t'jeni të bind se Zoti ka me të përgjigj. Lut Allahun, dhe të keni bindjen e plot që Zoti ka me ju përgjigj. Kjo duhet na bindje. Ne duhet ta praktikojmë Islamin ashtu siç na ka hije. Ne duhet flasim më pak edhe duhet punojmë më shumë. Ne këtë namaz që e falim te xhamia, duhet ta praktikojmë te shtëpia. Ne këtë agjerim që agjerojmë, duhet ta praktikojmë në jetën tonë përditshme. Ne këtë Kur'an që e kapim në dorë, duhet ta praktikojmë në jetën e përditshme. Të jemi njerëz të mirë, ta duam njëri tjetrin, ta hapim zemrën ndaj njëri tjetrit, ta falim njëri tjetrin, mos kemi zili ndaj njëri tjetrit, mos kemi armiqsi ndaj njëri tjetrit, mos kemi urrëtie ndaj njëri tjetrit. Kështu mundet muslimani me dal faqe bardhë për Allahut subhanahu xhalla xhelal. Unë përmenda mbrëmë edhe në Leverkusen, atje në Stuttgart, që duhet mi pastru zemrat tona dhe shpirtat tona dhe mos kemi zili ndaj njëra tjetrës. Kemi të pastër, mos kemi xhelozi ndaj njëra tjetrës. Njeriu i cili është xheloz dhe ziliqar është i pa edukat ndaj Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Nuk ka edukat. A dini pse nuk ka edukat? Se ma shkurtun i them ja Rabbi, po pse i ke dhënë kësaj dhe nuk më ke dhënë mua? Kjo është e pa edukat. Pse? Sepse unë jam të pyet Zotin se çka bën Zoti me ty dhe çka bën me mua. La yusalu amma yafalu hum yusalun. Nuk pyetet Allahu se çka bën Allahu me ne, po ne do pyetemi te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Kjo është nata katit, natë, përveç atyre shpërblimeve që ke të mëdha, duhet natë reflektimi, ulu me vetin tënd. Shikoj jetën tënde, shikoj ku ke gabu. Shikoj ku ke borxh dikujt, laja atë borxhin. Shikoj marrëdhëniet e tua familjare, shoqërore, ku diun me komshit, me farefisin, shikoj, kjo është natë madhështore. Sepse thash ka shumë njerëz për fatin e keq, ne mundohemi me këshillu vetin tonë, sepse ajo që folën nuk është më mirë se ato që ndigjojmë. Po ne këshillojmë vetin tonë edhe juve që nëse doni të pranu ibadetet, duhet me pastru këtë mrenda. Nëse kjo mrenda nuk është e pastër, oh vallah billah, parën e dynjas jepe, sadakan e dynjas jepe, gjithë natë rrisejtë, nuk është e pastër, këtë nuk ta pranon Allah se gjë nëse s'është e pastër. Kjo duhet jetë e pastër. Zoti shikon këto zemrat tona përpara se të na shikojë punët tona. Innamal a'malu binniyat. Veprat janë si masnjetit, thot profeti alayhi salatu wasallam. Veprat janë si masnjetit, njëti ku është te zemrat e shpirti yt. Te zemrat e shpirti yt. Prandaj Allah azza wa jall kur flet për ditën e Kiametit, edhe thot jo me tub lesarair,
ditën e Kiametit do shpalosen të fshetat. Ditën e Kiametit do shpaloset e fsheta, atë që kam fshet, do shpaloset ditën e Kiametit. Ndoshta unë jam fshet te ju, ama te Allahu nuk më mëshirë. Këtë kemi sigurt. Zoti i don njerëzit e sinqertë, Zoti i don punën e sinqertë, Zoti i don zemrën e pastër. Zoti nuk i don atë njerëz që urrejnë, që janë ziliqar, që janë armiqësor. Allahu subhanahu xhella xhelala don muslimanin të pastër shpirtërisht, të pastër fizikisht. Ka të dy anët. Prandaj të pastrojmë shpirtat tonë të natë të mirë. Gjithmonë e them. Edhe kam e thonë një herë, 1 milion herë, 10 milion derisa të kem frymën kam e thonë këtë dua. Dhe mos Zot mos më fut në tokë me hakun tënd, më fut në tokë me hakun tënd, dhe mos më shti, mos më fut në tokë me hakun e njeriut. Ja Rabbi, më fut në tokë me hakun tënd, mes meje mes teje Allah ti e falës. Ama ja Rabbi, mos më shti në tokë me hakun e insanit, sa hakun e insanit, hakun e njeriut, Allahu kur nuk ta falë. Se Zoti është i drejtë. Dhe Zoti s'bën pa drejtësi kërkujt. Edhe sa hake kemi ne ndaj njëra tjetrës në familjet tona, parifisin ton, komshit ton, shoqërinë, sa hake kemi. Nata e katërt është natë reflektimit, reflektojmë. Ti shikoj ku kam gabimet e mia, ku ti kam hyrë në rahat. Është nata e pajtimit, është nata e reflektimit, është nata e duave, është nata e dhikrit. Po sa njerëz që i din familjar janë, i ka shkëput lidhjet me krejt familjen e vet. Vllajt vet nuk i folëm, me vitet tëra. Motrës vet gjakut për një nanë kanë dalë. Nuk i folëm. Për çka? Për këtë dynja. Po për Zotin lanet i kësaj dynjasve. Para motrës, para vllaut, para njeriu besimtar, unë se ne vej këtë dynja. Se vej dhe s'kam e vu këtë dynja, derisa nëse e kam këtë mendje. Pse? Se më shtrenjtë është ta dush dikën, se sa ta ti presësh lidhjet me dikën. Profeti alayhi salatu wassalam ka qenë në Arafat. Në haxhin e fundit në Arafat. Dhe ka pas shokët e vet. Ka desh bëj dua, i ka ngrej durët. Ka desh bëj dua. Mi po para se me bëj dua, profeti alayhi salatu wasallam i ka thënë shokëve vet, kush i ka prej lidhjet me gjakun, le dali prej mezhlisit, hiki prej këto. Kush i ka prej lidhjet me gjakun e vet, mos rrinë këtë mezhlis para se me bëj dua. Pse? Se nuk zbret mëshira Allahut dhe nuk pranohet duaja Allahut kur është prezant një njeri i cili ka prej lidhjet me familjen me gjakun e vet. Nuk pranohet. Ka qenë një prej ulemave dietarëve ka thënë vallahi, unë nuk ulem me një mezhlis i cili ka prej lidhjet me gjakun e vet. Pa natën e kadrit tje. Natën e kadrit tje. I ngren duart i lutesh Allahut, po hiç marrëdhënie s'ke me insan. Për këtë dynjë. Po kush e ka marrë këtë dynjë? Pash Allahun ta marrë, unë dhe ta marrë ti. Kjo Ramazani ne na kujton se sa shkurt është kjo dynjë. Ramazani ne na kujton si kaloj Ramazani. Prandaj Zoti na thot aja mahdudat. Ditë numërume. Kalon shpejt, kalon jeta ime, jeta yte. Pa kemi menduar ne me çfarë fytyrë dhe dalim Allahut subhanahu xhella xhelalu përpara. Si të dalun Allahut azza wa jall me hakun e motrave për shkak. Si të dal Allahut azza wa jall. Në ditë që s'mundesh ti, jo me lelatën famal wala banun illa man Allah bi qalbin salim thot Allah azza wa jall, ditën e Kiametit. Nuk ka vetë bo pas dobi as fëmijë që ti ke, inshallah 20 fëmijë ke. Nuk ka vetë bo dobi as pasuria që ti ke. S'bën dobi, përveç atij njeri që ka hyrë me zemrën e shëndosh. Në zemrën e mirë, kjo dua në natën më madhështore, që na ka mësuar profeti alayhis salam na mëson edhe kë, që para se me thonë o Zot ti e falë, se don falje, me njerë duhet kujtojmë diçka. Zoti mi fal gabimet mes meje me Zotit, ama gabimet që un kam ndaj njerëzve, a do mi fal Allahu? Arrim gjithë natën të lutë dhe themi Allahu kabul. Nuk e dim Allahu do na e bëj kabul nëse unë kam hyrë në hakun e insanit dhe shkoj me hakun e insanit në varr. O Zot ti e falë se don falë dhe i kam borxh dikujt, edhe si ja kthej borxhin. Jo se s'kam, po ka njerëz që çka bëjnë? Kan, ama se kthejnë borxhin me qëllim. Se kthejnë, do më thonë çdo kush që ka hak ndaj tjetrit, ti bëj hesab llogari natën e kadrit ka dal, para se me kap atë Kur'anin, me lexu atë Kur'anin, para se me marr ato tespit edhe të heqet tespit, kujtosh një herë këtë dua që na ka mësuar profeti alayhis salam, Allahumma innaka afuwwun, o Zot i falës. Kërkoj falje për Zotin ndaj gabimeve që kam bën, ndaj gabimeve ndaj njerëzve dhe gabimet ndaj Allahut subhanahu xhella xhelal do të mendoj. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa
Fa'fu o Zot je falë se do më falën falë. O Zot je falë se do më falën familjen time. O Zot je falë se do më falë umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A dini se kur bëni dua për umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që miliarda se vape i marr. Miliarda se vape.